Sot do të zhytemi thellë në historinë e një prej infrastrukturave më jetike të Shqipërisë. Prapa pamjes së sotme të portit të Durrësit fshihet një histori e pabesueshme inxhinierike. Duke u bazuar tërësisht në dokumente arkivore, do të zbulojmë bashk betejat teknike, planet madhështore dhe përshtatjet e vazhdueshme që formuan këtë port mes viteve 1949 dhe 1971. Dhe themeli i gjithë kësaj analize nuk janë opinionet, as pak. Janë fakte të ftohta të nxjerra nga dokumente si ky memorandumi vitit 1951. Janë pikërisht këto shkresa zyrtare, këto propozime teknike e raporte inxhinierike që na lejojnë të udhtojmë pas në kohë dhe të rindërtojmë me saktësi betejën për zhvillimin e portit. Pra, udhëtimi ynë do të ndahet në 5 kapituj kryesor. Do nisemi me realitetin e vështirë të pasluftës, do analizojmë planet e mëdha të huaja, do përballemi me sfidat e zbatimit, do shohim epokën e re të zgjerimit dhe në fund do kuptojmë pse ky ishte një projekt pafund. Atëherë, le të kthehemi pas në kohë. Imagjinoni pak skenën, menjëherë pas luftës së dytë botërore. Situata në portin e Durrësit ishte me një fjalë kaotike. Ishte një periudhë ku gjithçka duhet rindërtuar nga e para, një kohë riorganizimi urgjent dhe sfidash operacionale të jashtëzakonshme. Problemi i parë, më themelor i fare, ishte një betejë për hapësirë. Marina luftarake ishte vendosur pikërisht aty në kalatën kryesore, duke bllokuar në thelb arterien kryesore të portit. Kjo nuk ishte thjesht një bezdi, ishte një pengesë fizike dhe logjistike që e bënte të pamundur çdo lloj rritjeje të aktivitetit tregtar. Habi i parë ishte absolutisht urgjent, të ndaheshin funksionet civile nga ato ushtarake. Këtu shifrat flasin vetë dhe tregojnë një histori vërtet dramatike. Shikoni ambicien. Plani ishte përpunimi i mbi 1.1 milion ton mallrash, por realiteti krejt tjetër. U arritën vetëm 615.000 ton, pra pak më shumë se gjysmë. Ky hendek i stërmadh nuk ishte thjesht një statistik. Ishte prova e gjallë se infrastruktura ekzistuese ishte krejtësisht e paaftë të mbështeste ambicionet ekonomike të vendit. Dhe problemi nuk ishte vetëm hapësira, gjendja teknike ishte katastrofike. Një raport i vitit 1949 konstaton këtë shifër tronditse, 61%. Kjo ishte përqindja të gjitha makinerive të portit, nga vinçat të transportuesit që ishin jashtë funksionit. Do me thonë, provo të menaxhosh një port kur më shumë se gjysma e mjeteve tua thelbësore thjesht nuk ndizen. Ky ishte realiteti i përditshëm. Megjithatë, pas këtij kaosi fillon një epokë e re, një epokë optimizmi dhe planifikimi. Shqipëria kërkoi ndihmë nga partnerët e bllokut lindor. Inxhinier polak e më pas sovjetik erdhën me një qëllim të vetëm: të projektonin nga e para një port modern të aftë të përballonte flukset e së ardhmes. Pas një studimi të thelluar, inxhinierët polak vunë përpara 6 variante, dhe pas shumë debatesh teknike, u zgjodh ai që u quajt varianti 6A. Po kushtonte 10% më shumë se opsioni më i lirë, por ky vendim tregon diçka shumë të rëndësishme. Nuk po kërkohej një rregullim i shpejt, por një zgjidhje strategjike afatgjatë me një dizajn shumë më funksional. Dhe çfarë vizioni ishte? Objektivi nuk ishte thjesht rritja i kapaciteti në 1 milion ton në vit. Jo, ideja geniale ishte specializimi. Ta ndanin portin në 6 zona të dedikuara. Një për mineralet, një për naftën, një tjetër për drithrat, për pasagerët e kështu me radhë. Synimi ishte krijimi një qendre moderne portuale ku çdo operacion ishte i optimizuar. Disa vite më vonë, në 58-ën, me ndikimin sovjetik, plani ndryshon, bëhet, le të themi, më me këmbë në tokë. Fokusi kalon te rindërtimi dhe forcimi i asaj që ekzistonte, te thjellimi i kanalit për anije më të mëdha, deri në 10.000 ton dhe instalimi i vinçave të rinj. Ishte një plan për përmirësim, jo për revolucion. Por siç ndodh shpesh, planet në letër janë një gjë, ndërsa realiteti në terren, realiteti është krejt tjetër. Këtu fillon përplasja e vërtet mes ambicjes njerëzore dhe një armiku të pamshirshëm, natyrës. Dhe ja ku shfaqet armiku i madh i portit, një makth i vërtet për inxhinierët. Shikojeni këtë shifër: 300.000 metra kub. Kjo ishte sasia e llumit dhe rërës që mbushte kanalin hyrës çdo 3 vjet. Ishte si të përpiqesh të mbushje një kovë me vrim. Ky fenomen e bënte pothuese të pamundur mbajtjen e thellësisë së nevojshme. Ishte një betejë e pafund. Kjo pyetje u kthye në obsesionin e të gjithë planifikuesve. Të gjitha projektet për thellim rrezikonin të ishin një humbje kohë, parash dhe mundi nëse nuk gjende një zgjidhje e përhershme për këtë problem. Çfarë mund të bëhej? Zgjidhja teknike ekzistonte, quhej drag.
një makineri që pastron fundin e detit, por siç e tregon qartë ky dokument i 64-s, problemi real ishte ekonomik. Opsionet ishin dy, ose të merrnin me qira një drag çdo 3 vjet, një shpenzim i vazhdueshëm, ose të bëni një investim të çmendur prej 1.5 milion dollarësh për të blerë një të tyren. Një vendim strategjik absolutisht kyç. Dhe historia vazhdon. Le të kalojmë në fazën e fundit të kësaj kronike. Prishja me sovjetikët solli partner të rinj teknik, kinezët. Dhe me ta, erdhi një tjetër val ambicieje dhe një tjetër projekt masiv zgjerimi që do të ripërcaktonte sërish kapacitetet e portit. Viti 1969 shënoi një pikë kthese tjetër me miratimin e një plani të ri gjigant. Puna nisi menjëherë në disa fronte, por vonesat ishin bërë tashmë pjesë e historisë. Për shembull, zgjatimi i kalatës së mineraleve përfundoi më shumë se një vit pas afatit. Kjo tregonte se kompleksiteti i punimeve ishte i vazhdueshëm. Për ta kuptuar se sa i madh ishte ky plan i ri, le të shohim ku ishim në 69-ën. Kapaciteti maksimal teorik i portit ishte rreth 1 milion ton mallra të përgjithshme dhe 800.000 ton minerale. Kjo ishte piknisja për hapin tjetër. Dhe qëllimi shumë i qartë dhe jashtëzakonisht ambicioz. Plani synonte të shtonte edhe 600.000 ton kapacitet të ri për punimi për mallrat e përgjithshme. Kjo do ta çonte totalin vjetor në 1.6 milion ton. Pra një synim për një rritje masive prej 60%. Megjithatë, ja ku na del prapë realiteti i ftohtë. Të dhënat e realizimit për vitin 1970 tregojnë një histori me dy faqe. Thellimi i ujit ekte shkëlqyeshëm, 83% realizim, po ndërtesat në tokë, infrastruktura mbështetëse, një katastrofë. Ndërtimi i kalatave ishte vetëm 44% dhe depot vetëm 16%. Kjo tregonte se problemi ishte bërë kronik dhe strukturor. Dhe kështu, arrim në një përfundim të qartë. Nëse ka një mësim që nxjerrim nga gjithë kjo sagë inxhinierike, ai është ky. Zhvillimi i portit të Durrësit nuk kishte kur një projekt me një fillim dhe një fund. Ishte një proces, një betejë e pafundme. Ky citat nga një raport zyrtar i 1970-s është thjesht perfekt. Anijet prisnin në radhë. Imagjinoni ironinë, pas dekadash ndërtimi dhe zgjerimi, prapse porti ishte shumë i vogël për nevojat. Kërkesa rritej gjithmonë më shpejt se betoni. Dhe nëse duhej edhe një provë tjetër për natyrën e pafundme të kësaj sfide, ja ku është. Madje planifikuesit filluan të studionin porte të reja në Rogozhinj dhe Pashaliman. Një pranim se edhe zgjerimi i Durrësit ishte vetëm një zgjidhje e përkohshme. Në fund të fundit, historia inxhinierike e portit të Durrësit është pasqyra e ambicjes së një kombi për t'u hapur ndaj botës. Dhe kjo na lë me një pyetje për të menduar. Çfarë na tregon ky cikël i pafund, planifikimi, ndërtimi dhe përplasje me kufi të rinj? Ndoshta na tregon se progresi nuk është një destinacion që arrihet, por një horizont që gjithmonë largohet sa më shumë përpiqesh t'i afrohesh. Në arkiva ka ende mira histori të pazbuluara. Nëse doni t'i zbulojmë bashk, bëni like, subscribe dhe aktivizoni zilen. Unë jam historiani, dhe këtu, çdo histori fillon me një dokument. Shihemi në videon tjetër.